Së bashku në Audio Pulse do të vjojmë një tjetër bisedë, do të flasim për situatën në lindjen e mesme. Kam të ftuar në studio zotin Edmond Panariti, ish ministër i jashtëm. Mirë se erdhët zoti Panariti, kënaqësi të jeni në studion tonë. Faleminderit për ftesën. Situata në lindjen e mesme vjen të përshkallëzohet çdo ditë më tepër, të përfshira janë 3 vende, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Irani dhe Izraeli, por me sulmet që po zhvillon Irani, tashmë rreze është zgjeruar edhe më shumë, pasi sot raportohet për sulm në ambasadën amerikane në Dubai, po ashtu ka patur dhe sulme deri në Kuvajt. Kështu që duke patur parasysh këtë panoram që na vjen nga larg, zoti Panariti, ju si e lexoni? Ka një përpjekje për ta përkeqësuar edhe më tej situatën, për t'i dhënë fund programit bërthamor të Iranit? Jo, së pari dëshiroj të theksoj që tentativa për të larguar një regjim terrorist, siç ishte regjimi Ajatollahëve, i cili përpos faktit që shtypte pa mëshirë në mënyrë mizore popullin e tij, numri i vrasjeve, i burgosjeve, i internimeve ka qenë jashtëzakonisht i madh dhe vazhdon të mbetet i tillë. Mbajtja e shtypur e shoqërisë civile, dhunimi grave nëpërmjet policisë moralit, besoj se keni pasur parasysh deri në trajtime njerëzore të personave që sadopak tentonin që të thyenin kodet e imponuara, do thoja që në dhunim të lirisë individuale të femrave. Pra këto janë tregues që ai regjim e meriton të largohet. Padyshim. Sigurisht kjo do të jetë në vullnetin e popullit iranian, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli e shikojnë këto akoma dhe më gjerë, edhe në kontekstin e asaj që u përmendë pak më përpara e rrezatimit që ky regjim terrorist krijon në të gjithë rajonet nëpërmjet sponsorizimit të grupeve terroriste. Ju e dini që zgjatimet proxy të këtij regjimi janë grupi Hamas, Hezbollah, Hutu, janë grupe terroriste të shite në Irak, janë të gjithë këto vektorë të cilët kanë qenë dhe mbeten faktorë destabilizues dhe çrregullues në rajon. Përpos faktit që Izraeli me drejtë e konsideron Iranin si një rrezik ekzistencial, për arsye sepse vetë regjimi iranian ka theksuar dhe shpallur që synon asgjësimin e Izraelit. Pra, kështu që mendoj që elementi i parë dhe më i rëndësishëm është ajo që përmendëm pak më përpara, që të pengohej me çdo kusht që regjimi iranian të krijonte kapacitete bërthamore. Dhe kjo duket edhe në sulmin e mëparshëm, menjëherë mbas përfundimit të krizës Gazës, ku ishte sinjali i parë që u dha regjimit që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nuk do të toleronin avancime në programin e tyre bërthamor, pavarësisht misioneve të njëpasnjëshme të INATOM-it, IAEA-s, apo grupeve të ekspertë, të cilët natyrisht regjimi iranian ja u kishte marrë dorë, i çonte aty ku donin ata që t'i çonin dhe nuk tregonte realisht atë që ndodheshe, që zhvilloheshe poshtë nën e kamufluar, pra tunelet nëntoksore të paketuara me mbushje bërthamore të uranit të pasuruar, që ishin gatshme pas. Nuk është e qartë nëse janë shkatruar apo u zhvendosën diku tjetër. Kjo mbetet e paqartë dhe kjo krijon elementin e pasigurisë që programi bërthamor i Iranit, asnjëherë nuk do të ishim naiv besonim që kishte qëllime civile, siç shpallte dhe qeveria iraniane, sepse është dhe paradoksale një vend që ka rezervat të pakufizuara të energjisë, sepse ka naftë, rezervat e naftës ndër më të pasurat në botë, kishte nevojë për burime alternative të energjisë atomike. Po kjo kishte vetëm një synim dhe ka një synim të vetëm, zotërimin e armës bërthamore, gjë që pastaj do të prishte në mënyrë radikale ekuilibrat në rajon, arkitekturën e sigurisë. Këtë synon ta pengojë. Por me sa duket është e vështirë për ta ndalur Iranin, zoti Panariti. Kjo është dita e 10 e 11 në mos gaboj, mediat e huaja flasin për gati 1000 civil të vrarë dhe Irani vazhdon e kundërpërgjigjet edhe pse është ekzekutuar lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei.
Kjo është e pritshme për arsye se... Vetë ta përfundoj dhe diçka. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë senator, kongresmen të cilët kanë thënë se Trump nuk i ka bërë llogarit mirë me Iranin. Kjo mbetet për të parë. Unë mendoj që qëllimi i parë për të neutralizuar udhëheqjen e lartë ishte i suksesshëm. Kjo tregoi që operacioni ishte mirë menduar, i mirë targetuar, ishte njëstruar, pra realizoi eliminimin e udhëheqësit tyre shpirtëror dhe njëkohësisht edhe element kyç të sistemit mbrojtjes, ministri i mbrojtjes, shefi i shtabit dhe një pjesë të ekipit më të lartë drejtues të sistemit mbrojtjes. Po Irani nuk u gjunjëzua. Deri tani të paktën. Duhet parë dhe që Irani do të reagonte, kjo padyshim priteshëm, aq më tepër dihen edhe rezervat e tij të akumuluara prej vitesh në kuptimin e raketave balistike me rrezet mesme. Pretendohet që mund të ketë raketa balistike me rrezet largët, por mendohet që kapaciteti i tyre është kryesisht në raketat balistike me rrezet mesme që nuk mund të shkojnë përtej 2000 kilometrave. Në këtë pikpamje rrezikohen vendet e rajonit, siç janë të themi Emiratet Arabe, Dubai, të themi Arabia Saudite, Katari, deri në Qipro. Edhe Qipro, pikërisht sepse janë në rrezin e këtyre, por nuk mundet të ketë kapacitet për të kaluar përtej, për të rrezikojë vendet e Europës, të cilët kërkojnë raketa balistike të rrezës të lartë të veprimit, sidoqë që ka të dhëna që mund të ketë dhe këto. Pra nuk ka një informacion të qartë se çfarë disponon realisht Irani? Unë mendoj që armatim konvencional ka pasur dhe ka me shumicë, për sa kohë që ai dhe shiste, pra u ofronte edhe Rusisë, themi sidomos dron dhe armë konvencionale, sepse kanë qenë gjithmonë prioritetet të Iranit për të pasur armatime në të përmjet të cilëve ushqente edhe proksit e tij terrorist në rajon, siç përmenda pak më parë Hamasin, Hezbollahun, Hutun e tjerë, gjithmonë furnizoheshin me armë konvencionale, ndofta dhe me raketa, jo ndofta, po me siguri dhe me raketa të rrezeve të mesme të veprimit. Pra ka qenë komplet një ekonomie orientuar drejt luftës. Fakti është që po të shikosh dhe gjendja ekonomike aty është realisht e rënduar për arsye sepse prioritet absolut i regjimit ka qenë armatosja e tij për të krijuar supremaci në rajon. Gjërat ndryshuan atëherë kur se gjithmonë rivaliteti në rajon është midis Arabisë Saudite edhe Iranit. Pra ky është një rivalitet që synon gjithmonë se kush do të ketë dominimin e rajonit. Besoj keni ndjekur që në momentin kur Izraeli krijoi një pakt përpart, që ishte një marrëveshje historike, një marrëveshje strategjike me Arabinë Saudite, kjo u pa me një shqetësim dhe me një nervozizëm nga regjimi iranian, i cili vuri re krijimin e një boshti paralel që synonte, që të frenonte zgjerimin e ndikimit të tij në rajon. Dhe kjo menjëherë u pasua me sulmin terrorist të Hamasit në kibutet izraelite. Kjo pastaj krijoi zanafillën në një reakcion i zinxhir, i cili po vazhdon sot e kësaj dite dhe unë jam i bindur që ai regjim për sa kohë do të vazhdojë, nuk do të heqë dorë nga akte terroriste për të zgjeruar ndikimin e tij në rajon dhe më gjërë. Forcat proxy, që i përmendët, tashmë janë më të dobësuara. Po të kemi parasysh luftën që zhvilluar në Gaza, Izrael, Hamas, liderët e Hezbollahut, në Yemen që ka patur luftime. Pra, dua të di, zoti Panariti, e ka sot, janë këto zgjatimet më të dobta që nuk mund t'i vinë tashmë në ndihmë Iranit? Kjo nuk ka diskutim, ato janë tashmë të dobësuar e rënd. Dhe është i vetmuar sot Irani? Përveç aleancave të tij tradicionale, kryesisht me Kinën dhe me Rusinë, sepse të dy këto vende janë... Nga të spritet ndërhyrje ushtarake, apo të paktën deri tani nuk ka unë mendoj që ajo që përmendë pak më përpara zgjatimet proxy, tashmë janë
të dobësuar, dhe pritet që dobësohen akoma më tej, sepse tashmë kemi të bëjmë me një konfrontim direkt midis Izraelit dhe Bashkuar Amerikës dhe Iranit. Pra praktikisht ato rezerva mbrojtëse do t'i përdor për sulm ndaj forcave të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Izraelit. Natyrisht do tentoj të krijojë destabilitet në rajon duke lëshuar raketa edhe në vendet e rajonit për të krijuar, veçanërisht ndaj bazave amerikane në këto vende, siç po ndodh në Dubai, në Katar, Emiratet Arabe. Por unë mendoj që do kemi një dobësim progresiv të kapacitetit ushtarake të Iranit. E mirë do të ishte ajo të ndodhte skenari që ky konflikt të merrte fund sa më shpejt, sepse kosto do jetë jashtëzakonisht e madhe, jo vetëm për rajonin, por edhe më gjerë për themi ekonominë globale, për financat. Tregjet kanë filluar të tronditen gjithashtu. Tregjet aziatike dhe janë mbyllur bursat, sepse nuk po dihet se si do të jetë ndodhet kemi bllokim të Hormuzit, të ngushticës së Hormuzit, ku kalon 1/3 e naftës botërore dhe kjo mund të reflektohet në inflacion, në rritje të çmimeve. Dhe menjëherë dhe në Shqipëri, do ta sill thjesht për informacion, në shoqata e hidrokarbureve e bëri njoftimin një ditë më parë. Do të ketë rritje 200 deri në 200 lekë brenda 2 ditëve dhe deri në 400 lekë deri në Pra janë pasojat prishme që prekin natyrisht dhe prandaj shpresoj shumë që të arrihet një zgjidhje, qoftë nëpërmjet një marrëveshje, qoftë nëpërmjet përmbysjen e regjimit, se tashmë Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e fshehin që janë për përmbysjen e regjimit, por përmbysja e regjimit është atributi i popullit iranian, pra praktikisht pavarësisht se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e kanë përjashtuar edhe opsionin e futjes së trupave atje. Ky është çfarë do sillte kjo? Kjo është një drejt për drejt amerikanëve. Kjo është padyshim një diçka që do të ishte një opsion i fundit, për arsye sepse e mira do të ishte që ne të kishim një reflektim nga Irani dhe të qoftë nëpërmjet marrëveshjes, qoftë nëpërmjet asaj që dëshirojmë të gjithë që të demokratizohet Irani, praktikisht rinia iraniane janë bindur që kërkon një shtet laik, një shtet i cili mos jetë atributi një drejtimi fetar, hermetik, me liri të kufizuara, dhe gjithë demonstratat, protestat masive që kanë ndodhur, kanë qenë tregues i kësaj, dhe ajo që po ndodh pra garda revolucionare që po skushtron dhunë dhe po tenton që të me vrasje, me burgime, me internime të suprimoj. Unë mendoj që është një diçka e përkohshme, nuk mund të ndalosh pafundësisht një popullsi e cila është e lodhur tashmë raskapitur nga një dhunë e tillë persistente, bllokim, izolim i vendit nga një kastë teokratike e cila synon të vazhdojë me të njëjtat metoda, me të njëjtën filozofi që nisi që nga viti 1979. Si keni parë qëndrimin e Europës e perëndimit Bashkimit Evropian ndaj kësaj lufte, por në veçantë të Turqisë? Do thoya që Bashkimi Evropian natyrisht dhe takimi me kancelarin Merkel. Dhe këto kanë thënë edhe për NATO, kuptohet. Po. Pra, ka një mbështetje ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës për të përgjigjur akteve terroriste, sponsorizimit terrorist që Irani vazhdon të bëj forcave destabilizuese në rajon, por edhe duke mos qenë pandijshëm edhe ndaj masakrave që po bëhen brenda Iranit me protestat, me shoqërinë civile, me njerëz të zakonshëm, me të rinj të cilët dalin në rrugë dhe që po shtypen mizorisht nga regjimi. Pra në këtë mes duket që nuk ka dilemë nga ana e Bashkimit Evropian për e shoh Spanjën, e cila ka një qëndrim më refraktar, të themi. Vendet e tjera të Bashkimit Evropian, NATO, i kanë vënë në dispozicion të Shtetit Bashkuar të Amerikës bazat për të ndihmuar në sulmet ndaj këtij regjimi terrorist. Spanja ka një qëndrim sui generis, që nuk ja ka vënë në dispozicion bazat e saj Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe që ka provokuar natyrisht atë tension midis Shtetit Bashkuar të Amerikës. Unë nuk e kam ndjekur në një deklarat, në tërësi, nëse mund të shohim qëndrim qasjen e saj drejt zhvillimeve në lindjen e mesme. Ki parasysh që Turqia nuk është interesuar për zgjerimin e konfliktit, absolutisht, sepse zgjerimi i konfliktit ta prekte atë veçanërisht në zonat e komunitetit kurd, të cilët janë dhe në kufi me afër, me Sirinë, dhe nuk është interesuar për një destabilizim, dhe unë mendoj që edhe Turqia, natyrisht me ato
me ato, themi, pozicionet e saj tipike, karakteristike të Erdoganit, do t'i bashkohet. Paka shumë... Por ama ka qenë e qartë për politikë bërjen e Netanyahut në Gaza. Pikërisht prapë që... Ka cilësuar një Hitler. është normale që qëndrimi i Turqisë ndaj Netanyahut, ndaj sulmit të tij në Gaza ka qenë kundërshtues. Ka qenë, por këtu nuk bëhet fjalë për Gazën, bëhet fjalë për një krizë e cila mund të përfshi gjithë rajonin dhe që në thelb mund të krijojë destabilizim në Siri dhe më gjerë, gjë që në një farë mënyrë mund të afektojë edhe Turqinë, e cila ka shumë etni, të cilat në një farë mënyrë nga futja e elementeve destabilizimit në rajon mund të preken dhe mundet dhe ato të kenë sensibilitetet e tyre që i kanë pasur dhe i kanë treguar me kohë. Mirë, zoti Panariti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej vitesh janë në negociata me Iranin për programin bërthamor. Tani, mendoni se fundi kësaj lufte do të vi përmes një marrëveshje të mirëfillt pra në tavolinë, apo mund të ndodhë, mund të kemi një shpërthim, një zgjerim edhe të mëtejshëm të kësaj lufte deri në atë që po përflitet lufta e tretë botërore? Çdo gjë është e mundur. Ju e dini që Shtetet Bashkuara të Amerikës në administratën Obama arritin një marrëveshje me Iranin, i cili pranoi kushtet që u vendosën në këtë marrëveshje, pra inspektime të vazhdueshme nga trupa të specializuar, kryesisht nga IAEA, Inatomi, apo ekspert të bërthamor, të cilët shkonin në impjantet bërthamore, inspektonin për të parë nëse mbushjet bërthamore nuk kishin destinacion luftarak, po përdoreshin për qëllime energji, që si kishin thënë, për energji. Dhe pastaj kjo u duk më tepër si një kamuflim i Iranit, i cili e shfryzoi këtë për të avancuar në mënyrë sekrete me programin bërthamor për qëllime luftarake. Administrata Trump e anulloi, e prishi këtë marrëveshje dhe shtroi presion mbi autoritetet iraniane për të ndaluar. Natyrisht e asistuar dhe informuar nga shërbimi Mossad i Izraelit, i cili kishte informacion shumë më të saktë dhe shumë më drejt për drejt mbi kapacitetet e vërteta bërthamore të Iranit. Dhe ju e dini që Netanyahu nuk ka qenë i kënaqur me mënyrën se si u mbyll lufta në Gaza. Sepse mendon gjithmonë që praktikisht fitili i detonimit të destabilitetit në rajon mbetet akoma i ndezur dhe ky është Irani. Kështu që unë e kam pritur që nuk do ishte vonë që sulmi ndaj Iranit nuk do të mungonte, për arsye sepse edhe të themi përpjekjet dhe presionin ndërkombëtar nëpërmjet sanksioneve, nëpërmjet presionit për të ndaluar avancimin në programin bërthamor nuk rezultoi efektiv. Informacioni që vinte nga shërbimi sekret i Izraelit, Mossad tregonte që në tunelin nëntokësor për postë reaktorëve të cilët janë mbi tokë, vazhdonte pasurimi i Iranit dhe që sipas disa dënave po nga shërbimi sekret i Izraelit, Irani nuk kishte më larg se një muaj nga ndërtimi i një bombe bërthamore. Kjo pastaj do të ishte, të themi, fatale. Mendoni se çka ndodhur për shembull me një shtet modest nga pikpamja e fuqive ekonomike, siç është Korea e Veriut. Fakti që u bë fuqi bërthamore ndryshoi edhe raportin se s'ke ç'i bën. Domethënë praktikisht një person i papërgjegjshëm, një tiran i cili shtyp popullin e tij, ka armë bërthamore dhe mund të bëjë dëme kolosale. Në këtë pikpamje duhet penguar që ajo që ndodhi atje të ndodh në një shtet akoma më të fuqishëm. Fundi, mund të ketë marrëveshje apo një kapitullim të Iranit? Unë nuk e përjashtoj që të ketë marrëveshje. Kapitullimi do të ishte i dëshirueshëm në kuptimin për arsye se ai është një sistem shtypës, është një regjim shtypës mizor, shkelësi i drejtave të njeriut, terrorist, kështu që do të ishte dëshirueshme që ne të kishim ndryshim regjimi, të kishim një qeverisje më të hapur, më demokratike, në respekt të drejtave të njeriut, nga ç'është kjo kast teokratike shtypse e pandijshme ndaj këtyre drejtave. Por në fund kjo është një atribut i popullit iranian. Vura re që fillimisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe faktori perëndimor i hodhi syt ndaj pasuesit të monarkut, trashëgimtarit të Reza Pahlabit, po me sa duket po të riqen nga ky opsion dhe po kërkojnë që nëse do të ketë një
ndryshim do të vijë nga faktorë të tjerë opozitar, po jo thjesht, si thua, me katapultim të monarkisë. Të paktën për momentin. Djali i tij, të paktën në media dhe djali Khameneit ka dalë në skenë. Pra, djali Khamenei tashmë u zgjoll si lider i tyre. Kurse roli i trashëgimtarit Fronit në bashkimin e faktorët opozitarë dhe në kundërshtimin nga brenda të regjimit mbetet për tu parë. Ju e dini që një pjesë opozitës iraniane ndodhet tek ne. Kështu që opozita iraniane është... Flasim pak për këtë opozitën iraniane që është këtu, që prej vitit 2013, gati 13 vite, se patëm dje dhe një material gazetare jonë ishte në manz, një qetësi, një normalitet, ka vend për shqetësim, zoti Panariti, si gjykoni? Stërhimi i mujahedinëve iranian ka qenë një marrëveshje midis administratës amerikane dhe qeverive shqiptare. Qeverisë Berisha, ku erdhi kontingjenti i parë i tyre dhe u vendos në Manz, dhe pastaj një sasi tjetër edhe më e madhe gjatë qeverisë Rama. Natyrisht, kjo ka qenë gjithmonë një sinkroni dhe sintoni midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë në funksion të aleancave strategjike për lëvizjet që duheshin bërë në funksion të... Po tashmë ka një luftë. Tani është një problem që ajo u paraqit si një akt humanitar dhe madje ka qenë kusht që ato do të pengoheshin për të ushtruar çfarë do lloj aktiviteti me nuanca politike. Sepse ne kemi qenë dhe jemi ndërgjegjshëm që aty nuk janë thjesht kontingjent njerëzish në nevojë, në kuptimin për që vinë emigrant ekonomik, po janë trupa të mirëfillta politike, të cilët natyrisht edhe në dakordsi me faktorin ndërkombëtar, veçanërisht me Shtetet Bashkuara të Amerikës, u mor vendimi politik që ata të strehoshin atje. Potencialisht është rrezik, për arsye sepse Irani e ka treguar edhe më përpara që ka tentuar edhe në suazën e një hakmarrje nëpërmjet sulmeve kibernetike, pikërisht të jap sinjalin që nuk pranon që ne të jemi vend strehues i opozitës iraniane. Nëse kjo pastaj do të përshkallëzohet me akte të tjera, u hodhi hipoteza, madje besoj edhe ju keni bërë analiza këtu, nëse raketat balistike iraniane mund të arrijnë deri këtu. Është shqetësim më i madh. Dhe që analiza e ftohtë tregon që Irani nuk i ka kapacitetet për të arritur Shqipërinë me ato raketa që ka hipoteza që mund të ketë raketa me rrezet gjatë, në këtë rast nuk kanë dalë akoma. Nuk kanë dalë akoma. Në një rast të tillë padyshim që do të kishin aftësi goditëse, jo vetëm tek ne, po edhe në Europë. Ka një marrëveshje, një afat qëndrimi i tyre në Shqipëri, në dijenin tuaj? Në dijenin time nuk ka një datë të përcaktuar, domethënë ata janë strehuar këtu në pritje të kohëve më të mira, po se kur do të vinë këto kohë më të mira, dhe ideja është që ata të ishin, si thua, një kontingjent i gatshëm, kur të themi kushtet të krijohen për të rikthyer në Iran, padyshim, se nuk mendoj që edhe objektivi i tyre është për të qëndruar përfundimisht në Shqipëri, por gjithmonë ka qenë, si thua, në planet strategjike të Shtetit Bashkuar të Amerikës, e cila ka qenë në mënyrë konsistente së bashku me Izraelin kundër regjimit teokratik të ajatollave, të kishin një instrument ekuilibrues, alternativ të pushtetit, dhe pikërisht kontingjenti iranian i refugjatëve në Manz mund të shërbente si një... Duhet merret ndonjë mas nga ana e qeverisë shqiptare, gjithmonë në emër të sigurisë kombëtare, në gjykimin tuaj? Unë mendoj që fillimisht jam i sigurt që edhe shërbimet sekrete tona nuk është se janë pandjeshme ndaj asaj që ndodh atje. Besoj që edhe kontakte do kenë pasur për të parë se si dhe sa zbatohet marrëveshja, se ata ekzistojnë mbi bazën e një marrëveshje atje, që kryesisht presupozojnë që të zhvillojnë aktivitet normal jetësor, po pa ngarkesa dhe pa përfshirje politike apo deklarata politike. Dhe një sinjal u dha dhe para ca kohësh, pak më përpara. Kështu që mendoj që shteti shqiptar duhet të ketë kujdes për të mos krijuar pole të nxehta të panevojshme, të cilët në një farë mënyrë nuk i shërbejnë interesit tonë, sepse kjo nuk është lufta jona.
e thonë midis nesh. Ajo luftë nuk është luftë e jona, dhe ne nuk kemi pse bëhemi pjesë e kësaj lufte, pavarësisht faktit që ne jemi të rreshtuar në mënyrë bindëse ndaj aleancës perëndimore të drejtuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe si pjesë e NATO-s jemi në gjendje jemi të gatshëm për të vënë në dispozicion gjithë potencialin tonë ushtarak apo logjistik në shërbim të Shtetit Bashkuar të Amerikës në rast se kjo do na kërkohet, por kjo nuk është luftë e jona, pra nuk zhvillohet brenda territorit tonë, kështu që krijimi i vatrave të nxehta në mënyrë të panevojshme nuk do ishte një gjë e zgjuar. Prandaj mendoj që edhe qeveria shqiptare, por edhe shërbimet sekrete që monitorojnë elementet e sigurisë brenda territorit tonë i kanë këto gjëra parasysh dhe mendoj që mund të jenë në kontakt edhe me drejtuesit e kampit për të shmangur themi incidentet pa nevojshme. Ju falenderoj shumë zoti Panariti për bisedën, ishte kënaqësi. Kënaqësi dhe për mua, faleminderit. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, sërish pas pak bashkë.